Prandaj Ibrahimi a.s. çdo hap, në çdo çast do të gjesh tek ai gjëra të vyra. Kur e hodhen për zjarr, në atë kohë ishte njeriu më i sinqert, më i dishëm, më i devotshëm sipërfaqe të tokës, më i turpshëm. Por ta hedh në zjarr e xhveshën. Imagjinoj njeriu më të turpshëm botë e xhveshën. Ka thënë profeti a.s. në ditë gjykimit do të dilni kam zbathur, të xhveshur. I tha bashortja vet me drejt Aisha radiallahu anha, ar-rijalu wan-nisaa ya Rasulullah. Tha në ditë madhe të zhveshur meshkuj dhe femra me drejt, se kujtoj se janë parametrat e kësaj bote. Tha o e bija të sinqertit, në atë ditë tha çështja është shumë më e rëndë se sa të kenë mendje njerëzit me parë njëri tjetrin janë të zhveshur apo jo. Tha i pari që vishet për shkak të asaj që e hodhën zjarr të zhveshur, i pari që vishet në atë ditë me rroba për xheneti është Ibrahimi a.s. E ka begatu i madhi Zot në të gjitha aspektet, në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Profeti a.s. e dërgon i madhi Zot në udhëtimin e jashtëzakonshëm për taku Zot në gjithësisë në ditën e Israit dhe të Miraxhit. Kaloi në qiellin e parë e gjeti Ademin. Kaloi në qiellin e dytë e gjeti Isain. Shkoi në qiellin e tretë e gjeti Jusufin, e Idrisin, e Harunin, e Meradh. Shkoi në qiellin e gjashtë, takoi Musa alayhis salam. Kur u hapën dyert e qiellit 7, takon Ibrahimin Khalilullah. Ku? Çfarë vame, çfarë niveli, çfarë vlere? I mbështetur thot në Beitul Maamur. Beitul Maamur është si qabi në tokë ku hyn 70.000 engjëj çdo ditë dhe s'dalin më deri në Kiamet për ta adhuruar Zotin brenda saj. Ky me një hije shit madhe ishte mbështet aty dhe rinte i sigurt dhe i qetë në raport me Zotin e gjithësisë. Kur e pa Muhammed Mustafa kishte bërë dua para mira vjetësh, Zot nga pasardhësit e mi bjer profet që ti pastrojnë, ti orientojnë njerëzit, kishte bërë lutje. Profeti thot unë jam përgëzimi i Isas dhe jam pranimi lutjes Ibrahimit alayhis salam. Kur e pa u gëzu shumë dhe u çua nga froni që rinte i mbështetur në Beitul Maamur, tha mirë se erdhe dielli ynë deri madh të është dhënë. I tha Ibrahimi alayhis salam Muhammed Mustafas. Muhammed alayhis salam e pa nga Ishaku rrishin beni Israilet, nga Ismaili rrithë Muhamedi alayhis salam. Kur e pa Ibrahimin alayhis salam ngjashin shumë. Tha Xhebrail, kush është ky që unë ngjaj shumë me të? Tha ky është Ebuka Ibrahim, babaju i Ibrahimit alayhis salam. Kur e takoi i tha, shikoje, kujdesin që thanë për Ismailin, ai e kishte për gjithë njerëzimin. Tha Muhammed, kur zbresësh në tokë, jepi selam muslimanëve dhe muslimaneve. Jepi selam, thuj keni selamu aleikum nga Ibrahimi alayhis salam. Dhe thuj atyre, e ka pas qenë këtë botë, po atje i 100 fish më shumë kuptohet kur kalon në botën tjetër. Tha thuj që xheneti i Zotit, përjetësia atje është gjë jashtëzakonisht e begatshme. Por ndërtimi i saj bëhet me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pra thuj besimtarëve dhe besimtarët të bëjnë adhurim, ta përmendin Zotin shumë që xhenetin ta kenë sa më të këndshëm, sa më të bukur. I këshilla, ajo këshilla më e madhe që ne duhet arrim fitimin e xhenetit dhe shpëtojmë nga zjarri i mërshëm i xhenemit. O Zot na bën neve prej tyre. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin.